Po e fillojmë këtë edicion me bisedën me musafiren e parë me mua këtu në studio, është Gjulita Fikashale, e cila është ginekologe, do të flasim pak për menopauzën. Është një temë që ndoshta mund të cilësohet tabu, por gjithsesi tashmë, përveç studimeve të shumta që janë duke u realizuar, gjithashtu edhe është duke u folur dita ditës më shumë, e pse jo të diskutojmë edhe këtu sot drejt për së drejti në TV1. Doktoresh mirë se erdhe, është shumë kënaqësi të kem këtu. Mirë se u gjeta, ju falenderoj për ftesën. Tash që mund të cilësohet pak ca tabu, është një temë që nuk është se flitet edhe aq shumë, po që kohëve të fundit ka filluar të ndryshojë. Po, është e vërtet Dorata, është një temë që unë e shoqet e gratë në shoqërinë tonë, mirët si diçka si një fazë normale, që ato duhet ta kalojnë ashtu pa e folur shumë, andje as me ne profesionistët, unë konsideroj që është një temë që duhet të hapet, dhe sot duhet të flasim më hapur për këtë temë. Patjetër, sa kanë informacione në këtë rast të gratë rreth menopauzës dhe në fakt përpara është perimenopauza dhe më pas vije deri tek menopauza. Durata kohëve të fundit në kontakt me pacientët shoh që është shtu informacioni, sepse sot edhe burimet e informimit janë shumë të mëdha, mirë po ajo që ka mungon është që ato shqetësime nuk i adresojnë te profesionistët. Shpesh i kalojnë në mënyrë të heshtur, i vuajnë mjaft shumë, ne jemi aty për t'ju dhënë ndihmën që gjithë ato ankesat jenë më të lehta, por ato nuk e kërkojnë shumë rrallë, madje shumë rrallë në shoqërinë tonë kërkohet ndihma e profesionistit shëndetësor. Se mendon se ne si shoqëri vazhdojmë ta kemi ende këtë situatë, këtë po themi ndoshta mos kërkimin e ndihmës në këtë rast nga profesionistët? Sepse unë mendoj që për vite të tëra është trajtuar si diçka shumë normale. Gratë duhet të kalojnë, madje edhe nëse është një fazë me disa simptome. E kanë trajtuar si normale apo si diçka të fshehtë në fakt? Mendoj më shumë si normale, pastaj t'i vuajmë kështu në mënyrë të fshehtë, madje edhe ato ankesat, mos t'i shfaqim shumë, se jemi duke kaluar një fazë më karakteristike, por unë mendoj që sot gratë duhet t'i adresojnë këto shqetësime, sepse kemi Durata në praktikën tonë klinike, shohim që kemi shumë raste që këtë fazë nuk e te i kalojnë shumë lehtë. Prandaj në këto raste ne jemi aty për ta bërë më të lehtë këtë fazë dhe për ta trajtuar çdo problematike e cila kërkon trajtim. Patjetër, të diskutojmë pak se çfarë është. Në fakt, nga informacionet që kam, fillon nga fundi të 30-tave dhe që aty fillojnë ndryshimet e para tek gruaja, tek femra në përgjithësi. Menopauza si fazë, Durata konsiderohet një fazë 12 mujore në mungesë të ciklit menstrual. Do të thënë, kjo fazë, do të thënë, kur për 12 muaj gruaja nuk ka pas menstruacion, atëherë nga kjo fazë konsiderohet që është menopauzë. Faza para menopauzës që është faza e perimenopauzës. Mosha mesatare hyrjes në menopauzë është mosha 50 deri në 51 vjeçare. Kjo pra është mosha që shumica e grave hynë në menopauzë. Mirë, po jo çdo herë është kjo moshë. Kemi raste kur gratë hynë në moshë më të re në fazën e menopauzës. Prandaj ne këtë konsiderojmë si menopauzë parakoshme. Edhe kjo kërkon pastaj një vëmendje nga profesionisti shëndetësor. Dhe faza pastaj pas menopauzës, që quhet faza e postmenopauzës, e cila çdo herë kalon normalisht, mund të shoqërohet me disa simptoma, të cilat ne si profesionistë që kushtojmë vëmendje të shumë të detajuar këtë rast. Po patjetër. Të diskutojmë me fazat nga e para dhe këtë rast po e diskutojmë perimenopauzën. Është një lloj hyrje, një lloj paralajmërimi në këtë rast dhe vije me ca ndryshime që jo gjithmonë gratë mund t'i cilësojnë si të mirëqena apo thjesht të i pranojnë ato. Po Durata, perimenopauza fillon me u paraqit ato ndryshimet në ciklet menstruale. Gratë kanë menstruacion, pra kanë një cikël menstrual, mirë po menstruacioni nuk është tipik si që ka qenë më parë. Zakonisht ankesat janë që gjakderdhja menstruale është më e zgjatur, gjakderdhja menstruale kemi edhe ndërmjet cikleve menstruale, ose kemi cikle menstruale shumë të zgjatura. Normalisht një cikël menstrual zgjat 21 deri në 35 ditë, në këto raste, shumicën e rasteve kemi ose cikle më të shkurta, ose dhe cikle më të zgjatura menstruale. Dhe këto janë ankesat më të shpeshta që ne kemi në praktikën tonë klinike, ne pastaj, varësisht nga mosha, mund të mendojmë që po, kjo është një fazë perimenopauzës dhe pacientët pastaj janë shumë të qeta, sepse din që po përgatiten, po hynë në një fazë
do në pjo ofrohen menopauzës dhe konsiderojnë gjitha këto çrregullime që janë normale, sepse tashmë kemi një disbalans hormonal që po ndodh në organizmin e tyre. Përveç ciklit, ka edhe të tjera simptoma, si që është lodhja dhe simptoma të tjera shoqëruese në këtë rast? Po, për faktin se ky çrregullim i ciklit vjen për shkak një disbalanci hormonal, atëherë këto manifestohen edhe me disa ndryshime pastaj, po që janë më karakteristike në fazën e menopauzës, sepse atëherë kemi mungesë të plotë të disa hormoneve dhe një disbalans më të shprehur hormonal, e që pastaj këto shoqërohen edhe me disa ndryshime që në mjekësi quajmë si ndryshime vazomotorike, që janë ndryshimet më të shpeshta, e që shoqërohen me ato afshet e nxehta që gratë i përshkruajnë pra si një ndjenjë e një nxehtësie që i ka planë kështu pa pritmas, edhe zgjat për disa sekonda deri minuta dhe largohet, me çrregullime të gjumit, me gjerësitje gjatë natës, me ulje të dëshirës për marrëdhënie seksuale, me tharje në vagin, e që shpesh shoqërohet edhe me marrëdhënie seksuale të shoqëruara me dhimbje. Këto janë ndryshimet më të shpeshta që ne i hasim praktikën, po ka edhe ndryshime të shumta që e karakterizojnë këtë fazë. Luhatjet e humorit në këtë rast si ndikojnë pikërisht në këtë fazën e menopauzës? Po, dhurata konsiderohet që ky disbalans hormonal, përkatësisht mungesa e estrogenit, mund të ndikojë edhe në çrregullimet neurologjike, e që këto pastaj shoqërohen edhe me ndryshime të humorit, e që mund të jenë në nivele të ndryshme. Pra qysh me një ulje të humorit deri në një depresion më të thellë, prandaj çdo shqetësim në këtë fazë, ne si profesionistë kërkojmë nga pacientët që ta adresojnë tek ne, pastaj ne do ta vlerësojmë që është pikërisht këto simptome që po ndodhin për shkak të fazës së menopauzës, apo kemi ndonjë çrregullim tjetër dhe e adresojmë tek profesionistët e caktuar. Janë të gjitha simptomat të njëjta te secila grua apo ndryshojnë? Ndryshojnë. Kemi prej atyre pacientëve që e kalojnë këtë fazë shumë lehtë, nuk kanë asnjë shqetësim. Fatja. Po dhe vinë shumë shpesh na ndodh kur vinë faza më të vonshme dhe thonë doktoresh as pak nuk e kam një fazën e menopauzës, e kam kalu shumë lehtë, por kemi edhe gra të cilat e kalojnë shumë vështirë. Edhe unë këtu me të vërtet vije shumë keq dhurata kur vinë pacientët dhe tregojnë se aq të vështirë kanë pas këtë fazë dhe asnjëherë nuk kanë kërkuar ndihmë tek ginekologu. Këtë nuk dua ta shoh te gratë e kësaj kohe, sepse fatmirësisht Kosova ka profesionistë shumë të mirë saj fushë, e që gratë kanë qasjet deri tek profesionistët, edhe ne jemi aty për t'ja u bërë më të lehtë këtë fazë, sepse padyshim që kjo është fazë normale, fazë biologjike, mirë po jo çdo grua e përballon njëjtë. Patjetër. Gjithsesi, në mungesë të informacionit vijnë edhe keqkuptimet, apo jo? Këtë rast, çfarë keqkuptime keni hasur me gratë të cilat janë duke kaluar në këtë fazë, e pse jo ndoshta edhe e kanë të vështirë, siç e përmendët pak më herët, në situata nga më të ndryshme? Keqkuptimi qëndron atë që gratë nuk e dinë që disa nga simptomat po vijnë pikërisht për fazën në për cilën ato kalojnë. Kështu që për shembull kemi hasë raste kur kjo ulja e libidos, do me thënë e dëshirës për marrëdhënie seksuale, është lidhur më shumë me ndonjë problem psikologjik. Do thonë gratë kanë filluar me mendu që mos tek ato është diçka një problem psikologjik ose mos po shfaqet diçka në problem marrëdhënien e tyre, mirë po pikërisht problemi qëndron në fazën në për cilën ato kalojnë. Disa gra e trajtojnë si smundje, që realisht nuk është smundje, do thonë është fazë normale, por që mund të shoqërohet me disa ankesa më theksuara, e ne jemi aty për t'i trajtuar. Patjetër. Ndërkaq, me këto ndryshime nuk janë vetëm, po themi, ato ndryshimet e humorit që i përmendëm pak më herët, janë edhe ndryshimet e fizikut, gjithashtu edhe të ushqyerit. Në këtë rast ka shumë gra të cilat ndoshta e kanë problem edhe peshën, e kanë të pamundur, tentojnë ndoshta të mbajnë dieta të ndryshme apo të ndrojnë komplet strukturën dhe mënyrën e të ushqyerit, por gjithsesi prapë vazhdojnë të kenë të njëjtin problem, peshën. Po dhurata, studimet flasin për atë që disbalanci hormonal që ndodh në këtë fazë shoqërohet edhe me ulje të metabolizmit bazal, e që ulja e metabolizmit bazal pastaj shoqërohet edhe me këto problemet e shtimit të peshë. Mirë po jo çdo herë vetëm menopauza, përkatësisht ky disbalans hormonal është shkaktari, është vetë mosha që shoqërohet me disbalans, me ulje të metabolizmit bazal.
Prandaj shtimi i aktivitetit fizik dhe një ushqyerje, një dietë e balancuar është shumë e rekomandueshme në këtë fazë. Sa janë të hapura gratë që ta pranojnë tani këtë ndryshim që po vjen jetën e tyre dhe që nuk janë pak 12 muaj? Unë mendoj që dhurata ashtu si që ju e përmendet sa më shumë që t'jemi të informuara, aq më normale do t'i konsiderojmë këto simptoma dhe aq më lehtë do t'i adresojmë tek profesionistët ose duke u informuar edhe vetë. Sepse disbalancet hormonal, përveç pra shëndetit reproduktiv që po ndryshon këtë fazë, ndikon shumë edhe në shëndetin kardiovaskular, në shëndetin osteomuskular. Prandaj pacientët fillojnë me i pas, me u shfaq të këto probleme, pra edhe në sistemet e tjera të organizmit. Prandaj kur ato marrin informimin e duhur, ato e kuptojnë që është kjo fazë që po ndikon dhe kërkojnë ndihmë nga ne i këshillojmë dhe i rekomandojmë që tash ato thjesht është shumë normale, por duhet të kenë më shumë kujdes për veten e tyre. Si ndihmon këtë rast profesionisti dhe çfarë duhet bërë gratë në mënyrë që ta kalojnë sa më lehtë këtë fazë? Gratë fillimisht pra duhet ta konsiderojnë këtë fazë si normale. Çdo shqetësim të cilin vetë nuk munden me të i kalu lehtë, ta adresojnë tek profesionistët, të kërkojnë ndihmë profesionale, sepse këto shqetësime trajtohen me medikamente, trajtohen në mënyra të veçanta, në mënyrë të individualizuar çdo herë. Secili rast trajtohet në mënyrë individuale, asnjëherë asnjë lloj terapie nuk shkruhet dhe nuk përshkruhet për të gjithë njësoj. Pra çdo rast e trajtojnë në mënyrë shumë individuale. Edhe ne jemi aty dhe besoj fuqishëm që profesionistët ju ndihmojnë shumë grave që këtë fazë ta tejkalojnë sa më lehtë. Ndonjë rast që mund të na përshkruani që ka pasur sukses ndoshta për të lehtësuar pikërisht gjitha ato çfarë po kalon një grua në këtë fazë? Po, dhe si ndihmohet? E përmendet pak më herët medikamentet, por gjithsesi çfarë janë ato? Janë hormonale, janë suplemente shtesë të cilat ndihmojnë gratë që të kalojnë më lehtë apo çfarë më saktësisht? Terapia zëvendësuese hormonale përshkruhet dhurata tek rastet e veçanta, kur këto simptoma janë më të shfaqura, më të shprehura, duke filluar nga ato trajtimet lokale që ne i quajmë, për shembull një ulje e libidos, do të thotë dëshirës për marrëdhënie seksuale, një thatësi e vaginës, trajtohet në mënyrë lokale dhe kryen një rol shumë të rëndësishëm. Domethënë ne i mundsojmë që gruaja të vazhdojë të ketë një jetë normale në marrëdhëniet e saj seksuale, pra duke trajtuar vetëm në mënyrë lokale me terapi hormonale. E deri tek terapia zëvendësuese hormonale, e cila shkruhet atëherë kur ka indikacione, atëherë kur ka arsye të veçanta mjekësore, këtu qëndron një frikë e madhe dhe një mos informim, shpesh edhe një dezinformim, që terapia zëvendësuese hormonale është e dëmshme, shkakton kancer të endometrit, e shumë keq informime. Prandaj dhurata në çdo rast e trajtojnë në mënyrë të veçantë. Jo çdo grua ka nevojë për terapi zëvendësuese hormonale, por kemi raste individuale që ato kanë nevojë dhe ajo terapi nuk është e dëmshme. Dhe këto keq informime, në këtë rast edhe dezinformata, mund të kenë ardhur prej shumë kohësh. Një prej tyre është që terapitë hormonale mund të jenë indikator për shtimin në peshë, e që në fakt ajo më shumë lidhet pikërisht me këtë ndryshimin në metabolizëm. Po, unë konsideroj që ka shumë keq informim në shoqërinë tonë, pikërisht duke munguar informata e drejtë, e atë informate ka profesionisti shëndetësor në këtë rast, prandaj nuk duhet kërkojmë ose nuk duhet bazohemi çdo herë nga burimet e informatave qoftë ato në media ose po mendoj flasim nga shkrime të ndryshme që janë bërë nga jo profesionist, gjithmonë këto gjëra duhet të adresohen tek profesionistit, sepse vetëm ne e dim shumë sakt si veprojnë, mekanizmin e veprimit, sa duhet të jepet, çfarë doza duhet të jepet, kur duhet të jepet terapia zëvendësuese hormonale, pra është një shkollim i tërë që është bërë për të vlerësuar sakt kur, si dhe çfarë duhet të jepet në rastet saktuara. A ka besime mite në këtë rast që vinë pikërisht për menopauzën nga gratë? Janë besime ndoshta që pathyeshme edhe pse u thot doktori që janë nuk ekzistojnë, në fakt ato vazhdojnë t'i besojnë? Po, ky mit i qëndron, e shoh në praktikën time klinike, nuk kanë besim as pak tek terapia zëvendësuese hormonale.
është shumë vështirë me e bind një paciente që ajo ka nevojë për të marrë terapinë. Dhe ka ndikim në këtë rast për të mirë. Po, dhe unë shoh në shtetet e zhvilluara që ka profesionistë të veçantë që mirën pikërisht me këtë fazë e trajtojnë në mënyrë shumë të veçantë këtë fazë, unë mendoj që kjo i mungon vendit tonë dhe unë mendoj se ne si gjenerata të reja të profesionistëve duhet të profilizohemi. Është një fazë mjaft e ndjeshme dhe secili nga ne do të profilizohemi që të jemi shumë të mirë në atë pjesë edhe të japim më të mirën për çdo fazë të këtyre që kalon një grua. Grave që kalojnë pikërisht në këtë fazë. Por gjithsesi, përveç kësaj luhatjes të humorit dhe gjitha këtyre ndryshimeve që i përmendëm pak më herët, si ndikon tani kjo fazë në vetbesimin e gruas dhe jo vetëm në gjendjen e saj emocionale në përgjithësi. Më pas edhe nëse refuzon, po themi që të marr terapinë e dur, si i kalon, si mund t'i kalojë një grua në këtë situatë? Padyshim që ndikon. Po mendoj nëse pacientja ka luhatje në gjendjen e saj emocionale, është e pakënaqur me peshën e saj, në anën tjetër është e pakënaqur edhe me stilin e saj të jetesës, është e pakënaqur me jetën e saj seksuale, padyshim që kjo do të shoqërohet me humbje të vetbesimit dhe ajo do të fillojë gabimisht ta trajtojë këtë fazë si smundje. Do të thonë jo si një fazë normale në për cilën biologjike në për cilën po kalon, por si një smundje. Edhe ne këtë nuk dëshirojmë ta lejojmë si profesionist, sepse ne jemi aty për t'i ju thënë grave që kjo është fazë normale, është fazë biologjike, te disa nga ju nuk kalohet shumë lehtë, do të thonë çdo gjë është individuale, çdo organizëm në mënyrë të ndryshme e te kalon një fazë, prandaj ne jemi këtu për t'ju ndihmuar që ju këtë fazë ta kaloni sa më lehtë dhe t'i konsideroni gjitha këto si normale dhe të trajtueshme. Po, ushqimi, çfarë roli ka në këtë mes? Ushqimi, padyshim, një dietë e balancuar është shumë e rëndësishme në çdo fazë të jetës, por këtë fazë të jetës ka rëndësi të veçantë, sepse e përmenda që disbalanci hormonal që ndodh në fazën e menopauzës ndikon në uljen e metabolizmit bazal, por po ashtu edhe vetë mosha shoqërohet me ulje të metabolizmit bazal dhe kështu që rritet gjasa për shtimin në peshë dhe këtë fazë pra një kujdes i veçantë do t'i shtohet një dietë të balancuar e shoqëruar me aktivitet të rregullt fizik. Çfarë ndodh me aktivitetet e rregullta fizike? Tani për dikë që ndoshta nuk është se ka qenë shumë aktive dhe në një moment rekomandohet në këtë rast nga profesionisti që të fillojë me aktivitetin fizik pikërisht për të zbutur këto simptoma, si ja del një grua që ne i motivojmë shumë në takimet tona, ne i motivojmë shumë gratë dhe arrim edhe t'i mundohemi shumë t'i bindim se sa e rëndësishme është aktiviteti fizik për arsye se ky disbalans hormonal shoqërohet pra me ndryshime në sistemin osteomuskular, po edhe në sistemin kardiovaskular. Prandaj na ju themi që nëse doni me rujt shëndetin e zemrës, nëse doni me rujt shëndetin e kockave, pra eshtrave, muskujve tuaj, nuk është këtë pojenta veç me hu peshë, do më tonë ndonjëherë veç motivi me hu peshë durata nuk mjafton. Ndonjëherë na profesionistët tentojnë që me këtë që ju po e runi shëndetin e zemrës, po e runi shëndetin e eshtrave, të muskujve, madje edhe shëndetit psiqik, sepse aktiviteti fizik është dëshmuar edhe nga hulumtimet shkencore që garanton një shëndet më të mirë psiqik. Kështu që ne flasim shumë për këtë pjesë derisa t'i bindim se sa e rëndësishme është aktiviteti fizik në këtë fazë, në çdo fazë të jetës, mirë po në këtë fazë në veçanti. Në fakt, studimet e fundit sugjerojnë që aktivitetet fizike të jenë esenciale pikërisht për këtë fazë të gruas, ashtu si që përmendet ndikon jo vetëm në fizik, por ndikon edhe në shëndetin mendor, kështu që të dyat e komplementojnë njëra tjetrën normalisht që do ta ketë shumë më të lehtë që t'i përballojë gjitha këto ndryshime që po vinë me kohën. Çfarë ndodh pas? Sepse ne diskutuam perimenopauzën pak a shumë, jemi në këtë 12 mujorin në cili duhet kaloj secila grua në këtë rast, por çfarë ndodh më pas? Më pas, gratë si stabilizohen, filloj me pa si shumë ma normale, mirë po, ajo që ka ne gjithmonë këtë fazë, e bëjmë, jemi shumë të kujdesshme, është paraqitja e ndonjë gjakderdhje. Çdo gjakderdhje në fazën e postmenopauzës duhet patjetër të adresohet tek profesionisti shëndetësor, sepse nuk konsiderohet normale. E kjo shpesh mungon dhurata.
ne kemi shumë raste në praktikën tonë që e konsideron mos ende jam në atë fazën e menopauzës, mos ende komplet nuk e kom te kalu, do me thonë, mungon informacioni edhe e shtyn vizitat ginekologjike, edhe unë dua ta barti sot këtë mesazh që çdo gjakderdhje, pra pas kësaj fazës 12 mujore, kur ka mungu komplet menstruacioni, çdo gjakderdhje pas kësaj faze nuk është normale dhe duhet të adresohet patjetër tek profesionisti. Dhe këto vinë për shkak? Zakonisht vinë për shkak gjakderdhje, sepse gjakderdhja është gjithmonë një alarm, mirë por ndonjëherë vonohen dhurata. Kalojmë disa muaj të tërë që pacientja e ka pas këto ankesa, por nuk ka ardhë me njëherë. Po, pëse ndodhë pikrisht kjo gjakderdhje pas këti 12 mujori, pas menopauzës? Ka ndonjë situatë, diçka që nuk shkon? Shumicën e rasteve janë problemet më serioze, që janë fazat e tumorve përkatësisht karcinomave të endometrit, që shoqërohen pastaj me gjakderdhje në fazën e postmenopauzës ose dhe ndryshimet në qafën e mitrës. Pra, në shumicën e rasteve janë problematika mjaft shqetësuese, prandaj unë dua ta bëj kështu si një pikë të kuqe këta ta alarmoj që çdo gjakderdhje në postmenopauzë është një alarm edhe ajo patjetër duhet të adresohet. Janë të gjithë profesionistët këtë rast të hapur për të pranuar se cilin do grua që vjen me gjitha ankesat apo problematikat gjatë kësaj faze? Unë konsideroj që po. Po, dhurata, sepse ne jemi shumë të informuar të gjithë për këtë fazë, për gjitha ndryshimet që ndodhin në këtë fazë, dhe unë konsideroj se secili ginekolog e trajton me shumë kujdes secilin rast, dhe secilin rast ne në praktikën tonë e trajtojmë në mënyrë shumë individuale. Ndërkaq, çfarë do të ishin këshillat për gratë të cilat kalojnë qoftë në fazën fillestare, do të thotë para menopauzës, gjatë menopauzës dhe në postmenopauzë? Fillimisht dua t'i këshilloj që ato të informohen, të marrin informata për fazën në për cilën janë duke kaluar dhe të informohen saktë se çka është normale dhe çka nuk është normale. Do të thonë deri ku ato mund t'i trajtojnë vetë, mund t'i kalojnë vetë dhe kur duhet të kërkojnë ndihmë shëndetësore. Ne kemi sot shumë burime të sakta të informimit, qoftë përmes mediave, qoftë përmes shkrimeve, dhe që është më e mira, kemi shumë profesionistë të mirë të kësaj fushë, që janë shumë të informuar dhe shumë të gatshëm për të ndihmuar gratë në çdo fazë të jetës së tyre, veçanërisht për këto faza që po flasim sot. Një tjetër gjendje emocionale e grave në këtë fazë është ai mendimi se këtu ka përfunduar gjithçka dhe ka hyrë në atë fazën ndoshta të mplakjes apo diçka e tillë dhe nuk ju duket më po themi ndoshta. Po, është ajo ndjenja ndonjëherë që kaloj rinia ime, më nuk jo. Kjo nuk qëndron realisht, sepse unë mendoj që është një fazë normale, edhe unë mendoj që është veç një fazë e tranzicionit, do të thotë ato kalojnë në një fazë tjetër, që është e bukur si çdo fazë e jetës, është më ndryshe se sa faza tjera, mirë po është e bukur për mos me lonë me qenë e vështirë kjo fazë, sepse me të vërtet në praktikën tonë dhurata e shohim që jo çdo grua të i kalon lehtë, madje disa gra të i kalojnë aq vështirë. Kjo unë e krahasoj ndonjëherë sikur me shtatzanin. Disa gra e kalojnë shtatzanin shumë lehtë, disa gra kanë një shtatzanin shumë të vështirë. Dhe ne si profesionistë këtë e konsiderojmë shumë normale. E ne jemi aty për t'i ndihmuar pikërisht ato gra që po e kalojnë më vështirë këtë fazë dhe ne për t'ia bërë më të lehtë. Patjetër që po. A ka mbet diçka që ndoshta nuk është se kemi arritur ta diskutojmë gjatë bisedës, që do doje shumë, sidomos për opinionin e në këtë rast gratë në përgjithësi ta dinë? Po, unë po e shfrytëzoj këtë hapësirë publike vetëm për t'ju bërë thirrje grave që mos të hezitojnë të kërkojnë ndihmën tonë, mos të konsiderojnë që ne do t'i paragjykojmë asesi, nëse ato mund të ndjenë të paragjykuara nga dikush tjetër, jo nga profesionistët shëndetësor asnjëherë, madje ne e vlerësojmë shumë dhurata kur e shohim që te gratë tona është rrit vetdia për kujdesin e shëndetit të tyre. Kështu që ne me shumë kënaqësi i presim edhe jemi aty për t'i dëgjuar dhe për t'i trajtuar në raste të nevojshme në mënyrë shumë të personalizuar çdo rast.
Dhe kur vjet e puna e shëndetit, nuk ka pse të ndjen të paragjikuara, apo të ndjen turp, apo diçka e tillë, mjafton një bisedë apo një konsultë thjesht tek ginekologu edhe të trajtohen në mënyrën më të mirë. Asesi, ne madje e përmenda e vlerësojmë shumë, sepse kjo na tregon që gratë sot janë shumë të vetëdijshme për shëndetin e tyre dhe ne konsiderojmë që nuk mund të kemi një shëndet të plot në qoftë se një pjesë, domethënë e jona nuk është mirë. Për të pas një shëndet të plot, një mirëqenie të plot psikologjike, po edhe fizike, duhet një shëndet i plot organik, kështu që ne i motivojmë që ato të kërkojnë çdo herë ndihmën. Kënaqësi që ju pata këtu, doktoresh, faleminderit shumë për gjitha këto që ndajtët me ne. Kënaqësia ishte ime, faleminderit. Faleminderit. Miqtë i dashur, ndërkaq që tani është koha që të vazhdojmë me rrjedhën e emisionit, kësaj radhe do të ndjekim një material të cilin e ka përgatitur gazetarja Jon Riga dhe po shkojmë tek atë bashkëdhetarët tonë, tek Mërgata e po shkojmë drejt në